Në orët e para të mëngjesit ku një aksident ka ndodhur orët e para të mëngjesit të ditës së sotme dhe janë përfshirë një motor dhe një biçiklet i ndodhur rreth orës 7:45 minuta në zonën e njohur si Porcelani në kryeqytet. Më konkretisht, ngjarja ka ndodhur mëngjesin e ditës së sotme në rrugën Xhanfize Keko, siç mund ta shihni edhe nga këto pamje që jeni duke parë në këtë momente në ekran. Aksidenti duket të ketë qenë i rënd, pasi në vend ngjarje dallohen edhe shenja të dukshme të gjakut. Në vend ngjarje ndodhen menjëherë forcat e policisë, të cilët kanë rrethuar ngjarjen sikur të ishte një sken krimi. Aktualisht nuk bëhet e ditur gjendja e personave të përfshirë në aksident, por nga të dhënat e para bëhet e ditur se drejtuesit e mjeteve kanë pësuar dëmtime të shumta.